Një fëmijë 1 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e tymit në një shtëpi që është përfshirë nga zjarri në Prizren. Në momentin e shpërthimit të zjarrit në shtëpi ndodheshin edhe nëna e viktimës bashkë me 3 fëmijë të tjerë, të cilët kanë besuar lëndime si pasojë e intoksikimit. Në komunikatën e drejtorisë së Spitalit të Përgjithshëm në Prizren, thuhet se fëmia 1 vjeçar është dërguar në emergjencë pa shenja jete. Është sjell një fëmijë pa shenja jete nga një shtëpi që ishte kapluar nga flakët. Mjeku i emergjencës ka konstatuar vdekjen e fëmijës, i lindur në vitin 2024. Nga i njëjti rast, në repartin e pediatrisë, janë sjell edhe 3 fëmijë të tjerë, me moshë 4, 6 dhe 10 vjeç, si pasojë e intoksikimit nga tymi. Gjendja e tyre është stabile dhe ata po trajtohen në repartin e pediatrisë. Në policinë e Kosovës kanë thënë se po kryejnë hetime për të gjetur shkaktarin e zjarrit që përfshiu shtëpinë e banimit në Prizren. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e së martës afër shtëpisë së kulturës Xhamali Berisha. Edhe prokuroria themelore në Prizren ka konfirmuar se është duke u marrë me rastin.